Nuk do e besoni dot, sa ushqime ka marrë me vetëm 800 lek. Po filloj me gjërat e kripura. Këtu kam si fillim një supë me mish viçi, byrek, patlıcan të mbushur, tani ushqimet e ëmbla, një copë kek me karrot. Këtu kam cheesecake, këtu kam një tart të vogël, brownie, edhe këtë mezi po pres ta provoj, një biskot. Të marrësh kaq shumë gjëra me vetëm 800 lek, është e mundur vetëm fal aplikacionit Taste Don't Waste. Sa po hyni në aplikacion, do të shikoni të gjitha paketat dhe mund zgjidhni ato që ju preferoni. Mua më hashin ca gatime tradicionale dhe ëmbëlsira, pra shkova në 2 vende dhe mora 2 pako. Provoj si fillim këtë byrekun sepse duket shumë i mirë. Fantastike, shumë e mirë. Me karrot, është jo i mirë, po duhet ta provoni se s'bën. Shkarkojeni aplikacionin, shikoni se çfarë super biznesesh që ka dhe porosisni paketat tuaja të preferuara, të kripura, të ëmbla, pije, do shikoni që ka lloj gjërash. Po fola tani se duhet ha këto.